Karkaleci vijon të jetë një nga dëmtuesit që kërkon vëmendje të shtuar në zonat bujqësore, edhe pse këtë vit prania e tij në qarkun e Gjirokastrës është më e ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Specialistët kërkojnë që fermerët të mos neglizhojnë monitorimin e kulturave. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, situata aktuale paraqitet e kontrolluar, por rreziku i përhapjes mbetet i pranishëm nëse nuk merren masa në kohën e duhur. Karkaleci është një dëmtues që shkakton dëme masive në kulturat bujqësore, por aktualisht për këtë vit në rajonin ton niveli i popullatës së këtij dëmtuesi nuk është në atë mas që të detyrohemi të kryejmë trajtime kimike, por ndërkohë kjo nuk do të thotë që ai nuk do të shkaktojë dëme dhe nuk duhen marrë masa të tjera për të mbrojtur prodhimet bujqësore. Ekzistojnë me 10 lloje karkalecash. Por nga këta shumë pak janë ata që shkaktojnë dëme, janë ata që jetojnë në të grupuara në koloni. Dhe të tillët, këto lloje që dikur kanë shkaktuar dëme masive edhe në rajonin ton, për këtë vit, për shkak të disa faktorëve, nuk kanë qenë në përmasa të tilla që të krijojnë shqetësime. Kontrollet në terren dhe reagimi i shpejt ndaj rasteve të evidentuara konsiderohen të rëndësishme për të shmangur dëmet në prodhimet bujqësore. Po trajtimet kimike janë metoda e fundit që duhet përdorë njeriu. Dhe në këtë rast ato duhet të përdoren në periudhën që ai ndodhet në koloni, kur efektiviteti është shumë i madh dhe trajtohen sipërfaqe të vogla. Ndërsa për karkaleca që janë individ të shkëputur, ata nuk duhet të trajtohen fare, pasi edhe ata kanë armiqtë e tyre natyror. Nëse ne trajtojmë në një sipërfaqe që kemi një numër, po themi 2 karkalec për 1 metër katror, atëherë ne njëkohësisht krijojmë probleme të tjera. Luftojmë atë, por luftojmë edhe në armiqtë natyror të tij. Kështu që nuk duhet të kryhen trajtime kimike. Ndërkohë, masa të tjera që duhet të merren, patjetër që ka, tokat djerë që i kemi në afërsi të zonave, kuptohet, të kulturave që janë potencialisht të prekshme nga karkaleci, aty duhet të kryhen punimet, një punim qoftë në vjesh, po qoftë edhe herët në pranverë, ai dëmton rezervat potenciale të këtij dëmtuesi. Kjo është një nga metodat, po ashtu metodat e tjera, pastaj në sipërfaqe shumë të kufizuara, amatorët mund të kryejnë luftime mekanike, po edhe me masa të tjera agroteknike, siç mund të jetë dhe luftimi heqja e barrave atyre që janë objekt. Pavarësisht përmirësimit të situatës këtë vit, monitorimi do vijojë përgjatë gjithë periudhës së zhvillimit të kulturave, me qëllim mbrojtjen e prodhimeve bujqësore dhe parandalimin e humbjeve për fermerët.